Pyetje ty. Thuaj vetëm me tani kam bindje, kam të drejtë flasni gjë, po sepse është debat, jemi panelistë këtu. Edhe një herë lutem përsëritje fjalën se nuk e dëgjova në vëmendje. Ne e sollëm emisionin në bazën e instinkteve. A e dëgjove profesor? Si ka mundësi në bazën e instinkteve? A bën ta përfundoj mendimin sepse unë e di shumë. Mos e keq kuptoj pa dëgjuar. Nuk ka mundësi se the e sollën në bazën e instinkteve. Çfarë do thotë kjo tani? Ma thuaj. Po, s'është akuz kjo? Jo, s'është akuz. Çfarë është? Konstatim. Ju folet për një segment, vetëm një segment të asaj. Për instinkte folëm, jo nuk folëm për instinkte. Ata përfundoj të lutem? Ose vazhdoni, s'ka problem. Po mendoj nëse e keni këtë po ashtu instinkt. Jo, nuk është instinkt. Por ne po bashkëbisedojmë dhe po mendojmë jo, në bazën e instinkteve jo. Ato aspekte të cilat janë të ndërlikuara dhe për cilat nuk mund të kemi një përgjigje të vetme të saktë për një situatë. E kuptoj plotësisht dhe janë valide dhe legjitime ato që ngritet deri tani, dhe cilat megjithatë bëjnë pjesë në kornizën e instinkteve bazike, basis instincts, që janë valide, në rregull jemi, por për shoqërinë dhe për konsumin publik për cilën ne po flasim, ne duhet gjithashtu t'i përmendim edhe disa aspekte të tjera shumë të rëndësishme, profesor, e të cilat janë ndarja e idealeve. Për çfarë arsye hyn dikush në martesë? Përveç kësaj pjesës që ju përmendët, edhe psikoanalizës që bëhet, që është valide, nuk them unë e gjë. Por, a ka aty ndonjë ideal, a ka ndonjë qëllim, a ka punë dhe përgjegjësi që merret përsipër për ta çuar një ideal deri në fund, apo mungojnë? Kur ju flisni vazhdimisht për divorcet si indicie emancipimit të gruas, meqense gra statistikisht janë më të numërta ato që po kërkojnë divorcin se sa burrat, apo thoni ju me streshtash që ne burrat nuk i kemi ashtu emancipuar, prandaj ata nuk po kërkojnë divorcin, apo ndoshta shoqëria, ligji, hapësirat ligjore i mundsojnë burrit të detyrojë dikën të kërkojë shkurozimin, por në anën tjetër të mos përmbush obligimet dhe përgjegjësitë juridike dhe ligjore që ka ndaj gruas dhe ndaj fëmijës. Unë personalisht jam shumë interesuar kur të flasim për divorcin, pavarësisht fenomenologjisë dhe aspekteve sociologjike. Unë dua të sigurohem aty që ka siguresa ligjore, financiare, juridike, shoqërore për gruan, edhe për burrin, edhe për fëmijët, po për cilët ne shumë pak flasim. Dhe flasim në mënyrë shumë stereotipike, edhe për martesën si bëhet, edhe për shkurorzimin kur ndodh. Mendoj se këtu si shoqëri përtej një çifti, një burri, një gruaje, kemi përgjegjësi si shoqëri dhe si institucione. Për ta mirëmbajtur këtë institucion shumë të rëndësishëm për cilin gjithë po flasim, dhe që askush s'bën asgjë. Dhe gjithçka ka ngelur në nivelin privat. Apo, privat. Derisa edhe e qojmë në gjykat dhe pastaj mbaron puna, por se çfarë po ndodh dhe cili është impakti shoqëror, shumë i madh, edhe ekonomik që e përmendet, edhe politik, edhe demografik e të tjera. Mendoj se për çështje, s'm fal që thua asgjë jemi tu bu, në aspektin ligjor, gjykata është institucion që zgjat procedura për me rujt martesën. Edhe ligje në këtë aspekt nuk nje gjini as mashkull, as femën, as burr, as grua. Është i barabartë. Jemi dakord për sa i përket ligjit. Jemi dakord për qarta se nuk ka këtu për rëndësi, nuk ka kur farë benefite ligjore një burr apo benefite ligjore t'i ketë një gru, për në aspekt ligji trajton në mënyrë të barabartë. Të cilave alimentacioni ato janë çështje tjera, po ligji edhe gjykata i trajton në mënyrë të barabartë. Kjo duhet të dihet edhe të flasim edhe për të ka studime dhe raporte faktike nga analiza rasteve që jeni duke folur midis garancive ligjore dhe si në praktikë zbatohen që është merakku i besës. Por unë mendoj që në diskursin publik, dhe kështu